Vetëm disa orë pas prajmit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, startoi gjithashtu dhe fan klubi në moderimin e Kiara Titos. Ky program nisi ndryshe, ku i pari që hyri në skenë ishte fituesi i shtëpisë më të famshme nëmër 2, Luiz Elli, i cili prezantoi bashkëshorten e tij. Zonja dhe zotrinj Çapaçula, në shtëpinë e tretë më të famshme, se para shtëpia e bardhë, e dyta është shtëpia e spektaklit më të famshëm në Shqipëri, e treta është kjo ku jam unë, shtëpia e fan klubit. Kam ardhur vetëm për një qëllim. Ju do thoni çfarë do këtu. Unë do prezantoj atë që do e prezantoj. Ajo është një vajzë, një grua tashmë që nuk do të jetë kurrë vetëm sepse më ka mua në krah. Janë munduar ta lënë në hije, por hija nuk e mbulon kurrë dritën. Ajo është drita e diellit, bashkëshortja ime, nëna e Lunës, Kiara Tito Elli. Bëra atë që do bënte çdo burr për nënën e fëmijës së tij. Tani mua më duhet të ikis më vjen nëna e Rinës. Atëri unë apo merresh veti me këto? U shpreh me batuta Luiz Elli. Batutat vazhdua me Kiarën që tha: "Një pyetje kam unë jam këtu, ti je këtu, ku është Luna?" Në fund nuk munguan as momentet romantike me Luizin që i dhuroi një puthje Kiarës përpara se të largohej. Ky gjest i Luizit tregon shumë për marrëdhënien e tyre, duke dëshmuar se lidhja e tyre po shkon për mrekulli.